Meteve dhe betejave do shta më të mloja që i këna bo na. Se kreti kanë qenë mloja, po ka qenë në moment ma në fund mbrëmje, mu me thonë edhe krenari shumë e madhe, edhe mërzi shumë e madhe, i kema unë 3 pjestar atë dit, Gjeva Demokën Bedrien dhe më pit. Ferhat Imer Shala, falni. Kjo, a dhe duhet me një mund kupër, a e lëndër? Kjo, a dhe të ka qenë një ndë luftat ma krejt kanë qenë klavdishme, të krejt Pushekës, të krejt të Kosovës, të krejt, por mu personalisht është ma e veçanë që e luft, sepse na kem qenë tani të rëthum, dhe me thonë, prej gjitha onve, sepse lufta që u bë gjatë ditës është bë shumë e ashpër ndaj sërbëve. Ai që ka thonë personi, po më pedi kush është besoj mesin të, po s'kena nevojë me thonë cëllë është. Unë s'po folit t'i Ai ka pas vetëm vetë fishek, dhe i ka pas 12.5 të mund të mloja, edhe të lutem të këtë gjujt, thësha jo, të lutem të jo, thësha jo se me kursi municion, se urdhmi ka qenë, e patëm bë plan, ka qenë Sati Murrizi, une, patëm planifiku që ka me bo, aty kishmi teren dikun, ndoshta 3 kilometra gjatë, me dikun 50 e diçka persona i në konkret, edhe shpëndon, kanë grupe ka 6-7 vetë, komplet që ato me mbrojt, dhe urdhmi ka qenë në mëngjes, strehonët gjithë, zëni pikat edhe, nëse qeni kokën, derit nalë, fillojnë në nalë bombardimet, sepse kur fillojnë në nalë bombardimet, dike që fillon komësëria, edhe masi kanë fillu më nalë bombardimet, kanë fillu, dhe më thonë komësëria mu afru, edhe personin ka kërkut gjugji, ku thotë jo, njerë deri, sa të afronë shumë afra. Se ata kanë qenë bindur, prapa e loja psikologjike, kanë qenë bindur se s'ka njeri atë gjallë, s'munët, se bombardimet kanë fillu në ora 5, dhe më thonë, dhe në ora 2 apo 3 mas dite, pa prej 3 pozicioneve të ndryshme larga. Do me thonë, prej 3 fshatrave që kanë qenë shumë larga, dhe kanë gjujtë një fshat. Në bëri ka qenë kjo, aty e kemë pas në edhe njësitin, po bombardimet kanë qenë bashkë të fshatin, njësin e kemë pas në mal. Dhe aty, që ty ka fillu beteja me madhe që unë e mojë mend njësijës, kur ata kanë dalë shlirë, do me thonë, janë afru, kanë fillu, janë nalë bombardimet pëthuj se krejt, kanë dalë në stam ledin, kështu, dhe qaj që se losha me gjujtonë me snajperë, të madhe, e thash tash është koha, tash e qëllon të parin, dhe vetëm e lëndën. Vjen tjetër e më marë, tani, aty të radat atje, vishë vazhdojnë kërset lufta, dhe me thonë shumë e madhe, vritën shumë, nësë se këmë nuk nëse edhe s'ka anësie dhe s'kena pas kërë në 7 minimum. Po, vitën shumë aty edhe disa për i tyre të përtojnë në disa shpia, në cilën ka qenë Gjeva Demoku, i cili në kujtojt në gjesë, se pa thonë se të është një ditë shumë një për në vdeksat, ishtë në fshat vetin, në kujtojt ajo. Ditë njërë sa për në vdeksat. Po, ka qenë për në që gjithë tjerë, dhe me thonë në ushtat shumë lëftaj mirë, dhe ai realisht ka vdek duke fit për fit, thëjmë na. Dhe kër e këmë hup lidhjen me ta, kanë fillu tjetë në thirë, më kujtojtë të njëni kër më ka thirë, të lutë na e ka thirë Gjevati, se vati Puma ka qenë kodin, novkën e ka pas, edhe ka fillu me thirë Puma, edhe unë pa e po, e kam ditë që aji sështë më gjallë. Dhe këmë thanë të lutë na që novkën se thirë më kurë. E kam ditë shkop. Shkop e din holandishtën, gjermanishten,